Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Allahun e falenderojmë për të mirat e tij ndaj nesh. Allahun e lutim që vazhdoi të na beqatoj me mirësitë e tij të panuarta. Jemi duke shpjeguar saktësisht lidhje me akiden, lidhje me imanin, dhe pasi që kemi bënë një hyrje të përgjithshme rreth shkencës së akides dhe kredus së besimtarit, kemi folur në 3 ligjërata me radhë në lidhje me besimin në Allahun e lartësuar, sikurse shtylla e parë e imanit dhe më e rëndësishmja, dhe prej të cilës rrjedhin pastaj edhe besimi në shtylla të tjera. Sot do të flasim në lidhje me besimin në melajket, që është shtylla e dytë e imanit, që është ardhur e radhitur në hadithin e Xhibrilit alayhi salam. Besimi në melajke është besimi apo bindja e prerë, e palehuhatshme e besimtarit që melajket, angjëjt, janë krijesa të Allahut të lartësuar, ekzistojnë, të krijuar prej dritës. Ato melajke nuk dinë me ju rebelu Allahut të lartësuar, mirë po i binden dhe i nështrohen në çdo urdhër të cilën Allahu i lartësuar ju jep, dhe i kryejnë të gjitha urdhrat, të gjitha detyrat me përsosmëri. Disa prej dietarëve kanë thënë që melajket e kanë në shumë natyrshme tesbihin, adhurimin e Allahut të lartësuar. Pra i bojnë tesbih, e lartësojnë emrin e Allahut të lartësuar, ashtu qysh ne njerëzit e kena shumë natyrshëm frymëmarrjen. Ndërsa melajket e kanë shumë natyrshme tesbihin ndaj Allahut të lartësuar. Besimi në melajke është njëri prej shtyllave të imanit dhe nuk i plotësohet besimi i besimtarit përveç se duhet me besu në melajke. Dhe kush nuk beson në melajke, ai e ka mohu fen islame, ai ka bëu kufër me ixhman e të gjithë muslimanëve, madje me ajet prej Kuranit famlart. Thot Allahu në Kuran: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Kanë besu të dërguarit dhe asaj kanë besu të dërguarit prej asaj çfarë ju shpallur atyre, dhe besimtarët, domethënë i kanë besu shpalljes prej Zotit të tyre, të gjithë kanë besu në Allahun dhe me lajket e tij. Dhe pastaj janë librat e tij dhe të dërguarit e tij, që do të flasim në ligjëratat në vijim. Pastaj kemi hadithin e Xhibrilit, hadithin e famshëm, të cilin e transmeton Omeri radhiyallahu anhu, që ka ardhur Xhibrili në formën që ka marrë formën e një njeriu, një udhëtari që nuk ka pas shenja të gjurmëve të udhëtimit, ka pas rroba të bardha dhe është ulë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka bëu ato pyetjet se çka është Islami, çka është imani dhe çka është ihsani. Dhe në pyetjen çka është imani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj me besu Allahun, me besu me melajket, librat të dërguarit, ditën e gjykimit dhe caktimin e Allahut, qoftë i mirë apo i keq. Dhe në fund Xhibrili ka thonë sadakt. Ja ke qellu, ja ka, domethënë, edhe ka pyet, edhe ja ka miratu pyetjet apo përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ky është besimi në melajke. Melajket, fjala melek, sipas shumicës së dietarëve, rrjedh prej eluke. Eluke është shpallja apo dërgesa, kumtesa, mesazhi i shpallur prej Allahut të lartësuar, dhe nga ta e kanë marrë edhe emrin. Kush e mohon Allahun, kush i mohon melajket, pra ai ka dalë nga feja, nga se Allahu i lartësuar thot: "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kush e mohon Allahun e lartësuar dhe melajket, angjëjt, librat e tij, pejgamberët, ditën e gjykimit, ai i tilli ka deviju me një devijim shumë të largët, shumë të qartë. Raporti i melajkeve mundet munda nëse e marrim ajetet dhe hadithet i lexojmë dhe i shfletojmë, e shohim që raporti i melajkeve është në 3 kategori. Së pari lidhja e melajkeve me krijuesin, dhe e dyta raporti apo lidhja e melajkeve, e angjëjve me kozmosin, me gjithësinë në përgjithësi, dhe e treta si lidhshmëri e tyre me njeriu. Pra këto 3 kategori, nëse i marrim ajetet dhe hadithet, e shohim që melajket i kanë shtu 3 role. Detyrat e tyre apo rolet e tyre ndaj Allahut të lartësuar, me kozmosin në përgjithësi, pra me krijesat, qiell, tokën, honën, diellin, natën, shiun, kodrat e kështu me radhë, dhe me njeriu në veçantë. Ne si besimtar duhet ta besojmë
në raportin ton apo besimin ton ndaj me lajkeve, ashtu qysh Allahu i lartësuar e ka përshkruar në Kur'an. Pra nuk shtojmë prej asaj çfarë Allahu i lartësuar nuk ka shtu dhe nuk paksojmë prej asaj çfarë Allahu i lartësuar na ka treguar. Pra dia jon për me lajket është pjesë e ghaibit, pjesë e shpalljes. Nuk mujmë na me mri tek me lajket, nga sa ato nuk i shohim, janë krijesa të krijuar prej dritës, po na nuk i shohim, janë dimension tjetër. Me lajket na shohin neve, kanë detyra që na shërbejnë neve, mirë po ne nuk i shohim me shqisat tona. Nuk i shohim me shqisat tona dhe automatikisht ne nuk mujim me mrrit tek detyria e jon për ta përveç se përmes shpalljes. Pra është ilm i thuhet shkenca apo detyria tawqifie. Tawqifi është diçka që varet kryekput nga shpallja e Allahut të lartësuar. Për çdo gjë çfarë themi ne për me lajket, duhet të pas bazë në Kur'an apo në sunetin e sakt profetik. Sikur se mujmë thonë emrat është për shembull i përhapur në popull Izraili sikur meleku i vdekjes, mirë po nuk është i saktë. Hadithi nuk është i saktë që ky emri atribuohet Izrailit, po melek el mauti, meleku i angazhuar me marrjen e shpirtave apo domethënë me dhënien e vdekjes, është meleku që Allahu i lartësuar nuk na ka treguar emrin e tij. Dhe domethënë rrjedhimisht ne nuk e shtojmë emrin përderisa Allahu i lartësuar nuk na ka treguar për to më shumë se në detaje. Pra ne besojmë në përgjithësi se Allahu i lartësuar i ka krijuar me lajket, janë krijesa që i ka krijuar prej dritës. I besojmë në përgjithësi dhe në veçanti për ato çfarë Allahu i lartësuar na ka treguar. Në veçanti Allahu i lartësuar na ka treguar që me lajket disa prej tyre kanë emra të caktuar dhe janë të angazhuar me detyra, sikurse me zbritjen e shpalljes, që është Xhibrili alayhis salam, apo prej me lajkeve të cilët Allahu i lartësuar na ka treguar emrat e tyre është Mikaili edhe Israfili. Këta tre me lajke. Pastaj Allahu i lartësuar ka përmendur dy me lajke në surën Bekara, Haruti dhe Maruti. Këta me lajke të cilët janë shku mis vendos në sprov tek Sulejmani në atë aspektin të mësimi i magjisë. Allahu i lartësuar i ka përmendur me emrat e tyre. Pastaj ka edhe transmetime të tjera në lidhje me emrat e me lajkeve, mirë po ne i qëndrojmë besnik vetëm atyre me lajkeve që Allahu i lartësuar i ka përmendur apo hadithet e sakta. Ndërsa transmetimet e Banu Israilëve, nëse bien dash me shpalljen tonë, i mohojmë, e nëse nuk bien dash me shpalljen tonë, as nuk i pohojmë, as nuk i mohojmë, po rrijim një farë zone neutrale ndaj tyre. Pra me lajket, informacionet tona për me lajket është që Allahu i lartësuar mas pari ka kriju me lajket, pastaj ka kriju njerin. Pse e shohim që në pyetjem pse nuk është e duhur të bëhet këtu, po ku e kuptojmë këtë? E kuptojmë nga se Allahu i lartësuar ka përmendur në surën Bekara, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur Allahu i lartësuar i thot me lajkeve që unë jam ka e sjelli në tokë një mëkëmbës, një krijesë tjetër që është njeriu. Pra Allahu i lartësuar e ka krijuar Ademin apo njeriu pasi që i ka kriju me lajket. Kjo është informata ose bindja jonë për me lajket. Dhe këta e dim nga ajetet kuranore. Po ashtu e dim që Allah i lartësuar i ka kriju nga drita. Allah i lartësuar, përmes pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Aishës që transmeton Imam Muslimi thot, khuliqat al-malaika min nur, me lajket janë kriju nga drita, wa khalaqa al-jan min marij min nar, ndërsa xhenet i ka kriju nga gocat e zjarrit. Wa khalaqa Adam mimma wusifa lakum, ndërsa njeriu është kriju prej asaj çfarë është përshkruar juve. Pra është kriju nga dheu që është përshkruar në Kur'an. Pra me lajket, këtu janë disa prej informacioneve tona për me lajket. Tjetër informatë që ka kemi për me lajket është që kanë mundësi me marrë forma të njeriut. Formën e njeriut, pra e marrin formën jo formën esenciale të tyre, pastaj nuk e dijmë na çush është gjendja e tyre. Në esencë vetëm e dijmë që janë me lajke, janë prej dritës. Çysh, çfarë forme, çfarë madhësie, Allahu alem. Është pjesë e ghaibit, Allahu i lartësuar sikur kishim dobi që mi ditë, kish më na tregu. Vetëm interesohemi për ato informata çfarë na bëjnë dobi në imanin ton, në pastrimin e zemrave tona dhe shpirtit ton. Pra një informat tjetër që kemi është që me lajket marrin formë.
Sikur se e kemi që Gjibrili a.s. e ka marrë formën e njerit dhe ka shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi Gjibrili që është i njohur. Po ashtu e kemi rastin kur Allah i lartësuar përmend kur Gjibrili i shkon si njeri Marjemes alayhi salam. Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadat min ahliha makanan sharqiyyan fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Këtu është pjesa e ajetit fatamathala laha, e merr formën e një njeriut dhe shkon dhe bisedon me Marjemen dhe ja tregon shpalljen ose i tregon urdhrin të cilin Allahu i lartësuar ja ka dhënë në lidhje me krijimin e Isis alayhi salam. Po ashtu e shohim që melajket kanë krah. Allah i lartësuar i ka përmend melajket të cilët kanë krah, kanë 2 par, domethënë 2 krah, 3 krah, 4 krah apo edhe më shumë. Në hadithin e Xhibrilit i cili është transmetuar që i ka 600 pal krah. Allah i lartësuar thot: "Elhamdulillahi alladhi fatir as-samawati wal ardi ja'ila al-malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'." I ka kriju Allah i lartësuar qiell dhe tokën dhe melajket i ka bërë si të dërguar me 2 par, 3 par apo 4 par krah. Ndërsa në hadithin Abdullah ibn Mas'udit thotë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka pa Gjibrilin lahu 600 janah, i ka 600 krah. Allahu i madhruar e din se sa të mëdhaj janë ata krah dhe çfarë forme kanë ata krah. Vetëm një palë krah që ja ka shfaq Gjibrili alayhis salam, që kur i ka shfaq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka mbulu horizontin, ja ka mbulu komplet pamjen. Dhe kjo është ajo madhështia, nëse kjo është një krijesë për krijesave të Allahut të lartësuar, merrem me vend për madhështinë e Allahut të lartësuar e pastaj për krijesa të tjera se çfarë madhështie kanë. Këto janë disa prej sifateve apo përshkrimeve të melajkeve. Ka aspekti i krijimtarisë së tyre. Pastaj në çështje me lidhje detajet e tyre nuk dijmë. Mirë po, i kemi edhe disa transmetime tjera që melajket përveç formës së njeriut mund të marrin në disa forma tjera. Për shembull ka ardhur në atë hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për një sahabi shkon i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë duke lexuar Kur'an dhe e ka pas sikur një rë mbi kokën e tij që ju ka afru ajo rë, derisa ju ka trem kali i tij, pastaj u shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë që kanë qenë melajket duke e dëgjuar Kur'anin, duke e dëgjuar leximin e Kur'anit të. Me një fjalë, melajket janë robër, janë krijesa të Allahut të lartësuar që nuk dijnë me ju rebelu Allahut. Mirë po janë vazhdimisht të bindur ndaj Allahut të lartësuar dhe vazhdimisht i zbatojnë urdhrat e Allahut të lartësuar pa bo fjalë rreth tyre. Të gjitha urdhrat i çojnë në vend. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa hum bi amrihi ya'malun." La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ata nuk i paraprin fjalëve të Allahut të lartësuar, nuk i paraprin urdhrave të Allahut të lartësuar, mirë po çdo urdhër ata e zbatojnë me përpikmëri. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, dhe ata për frikës së Allahut të lartësuar, domethënë prej për uljes së tij janë të frikësuar dhe qëndrojnë të frikësuar. La yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Melajket i frikësohen vetëm Zotit të tyre, si për tyre, dhe zbatojnë çdo gjë çfarë janë të urdhëruar. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk i bëjnë gjuna Allahut të lartësuar, nuk i rebelohen Allahut të lartësuar, mirë po e zbatojnë çdo urdhër të Allahut të lartësuar. Pra, siç e kanë përshkruar dietarët, në shtrimin e tyre e kanë të natyrshëm, në natyrshmërinë e melajkeve është domethënë në shtrimin ndaj Allahut të lartësuar në mënyrë të natyrshme dhe nuk dihin që me pauzu nga adhurimi i Allahut të lartësuar. Mirë po vazhdimisht janë në adhurim të Allahut të lartësuar. Këto janë melajket. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an: "Wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaika wan-nabiyyina arbaba ya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun." Allahu i lartësuar na e përmend në lidhje me çështjen tonë pasi që e kuptojmë krijimtarinë e melajkeve. Se ne besimin tonë ndaj melajkeve, këto janë vetëm krijesa dhe nuk kanë drejtim apo sundim përveç se ato çfarë Allahu i lartësuar ja u ka caktuar. Pra drejtimi i tyre i çështjeve është prej autorizimit të Allahut të lartësuar ndaj tyre. Ata melajket nuk kanë mundësi mi parapri urdhrave të Allahut të lartësuar. Mirë po, vazhdimisht janë në pasim të urdhrave të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar na tregon këtu që Allahu
nuk na urdhëron, nuk na ka urdhëruar që t'i marrim me lajket dhe as pejgamberët arbabe për zota, për hyjni. Mirë po, nuk na ka urdhëruar Allahu i lartësuar që t'i mohojmë pasi që jemi bë musliman. Pra besimtari duhet të ketë kujdes në aspekt me besimin e melajkeve, që të mos i adhurojë melajket, të mos i autoriboj melajkeve çështje çfarë i takojnë vetëm Allahut të lartësuar. Mirë po besimi i tij në melajke është si pasojë e besimit në Allahun e lartësuar. Pra melajket kryejnë detyra, role të caktuara të cilat Allahu i lartësuar jo ka caktuar. Mirë po këto role dhe këto detyra, këto drejtime të çështjeve të krijesave të Allahut të lartësuar janë si rrjedhoj që Allahu ja ka dhënë dhe jo që ato kanë me lajket që kanë fuqi, apo pushtet, apo mundësi të plotësimit të dëshirave apo lutjeve të cilat ju drejtohen krijesat nga mosdia apo nga mosmadhrimi i Allahut të lartësuar, mbasi ju drejtohen me lajkeve në kërkim të ndihmës apo në kërkim të lutjes, apo plotësimit të dëshirave apo adhurimit të tyre. Nga se një gjë e tillë është bën pjesë në shirk dhe është mohim ndaj Allahut të lartësuar dhe nuk është nga besimi i drejtë në melajke. Në aspektin e lidhjes së melajkeve me njeriu dhe me kozmosin në përgjithësi, e shohim që Allahu i lartësuar melajket nuk i ka caktuar vetëm nuk i ka kufizuar me rolin vetëm të adhurimit të Allahut të lartësuar, duke bërë tasbih, duke lavdëruar Allahun e lartësuar apo duke madhruar Allahun e lartësuar, mirë po ju ka dhënë edhe detyra në kozmos. Allahu i lartësuar i përmend melajket dhe thotë fal mudabbirati amra, është fjala për melajket që i rregullojnë punët, i rregullojnë çështjet në univers. Fal muqassimati amra, edhe në angjëj që i shpërndajnë urdhrat. Dhe ky rregullim i çështjeve është i ndryshëm, sikurse ka melajket të cilët janë të autorizuar me diellin, me hënën, po ashtu me planetet, me kodrat, me ret, me sjelljen e shiut, po ashtu ka melajket të cilët janë me detyra në fryrjen e shpirtit tek foshnja në barkun e nënës, kur Allahu i lartësuar pasi që i mbush foshnja 3 muaj, Allahu i lartësuar që ka në hadith, e dërgon një melek dhe i fryhet shpirti, ja shkruan Allahu i lartësuar do të jetë i lumtur apo sa'idun aw shaqiyun sa'idun, do të jetë i lumtur apo fatzi. Dhe të gjitha këto çështje janë për roleve të melajkeve të cilat i kryejnë me përpikmëri. Po ashtu Allahu i lartësuar i ka caktuar këto në melajkeve çështje në lidhje me njeriu. Për çështjeve në lidhje me njeriu është që këto shoqërojnë njeriu qysh para se mu kriju njeriu, qysh në barkun e nënës. I përcjellin etapat e krijimit të njeriu, duke qenë hala embrion, duke qenë hala në mitrën e nënës, pastaj krijimin në fazat e lindjes. Po ashtu e përcjellin njeriu pasi që të lind. Në çështjen Allahu ka ardhur në hadithe të cilat janë transmetuar në mënyrë të saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët me lajket e ruajnë njeriu nga ana e djathtë, nga ana e majt, nga përpara, nga mrapa, po ashtu me lajket të cilët i kanë në krahun e djathtë dhe në krahun e majt, të cilët i shënojnë veprat e besimtarëve. Po ashtu me lajket kanë role të cilët për roleve është të cilët Allahu i lartësuar ka caktuar është me bëu dua për besimtarët. Allahu ka përmendur në Kur'an dhe thotë: "Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhab al-jahim." Dhe ato me lajket të cilët e mbajnë arshin Allahut të lartësuar dhe për rreth arshit të Allahut të lartësuar e lavdrojnë Zotin e tyre dhe falenderojnë Zotin e tyre dhe besojnë Allahun e lartësuar, kërkojnë falje për besimtarët tek Allahu i lartësuar, kërkojnë falje dhe thojnë: O Zoti jon, që ki përfshi çdo gjë me mëshirën dhe dijen tënde, fali ata të cilët pendohen dhe e ndjekin rrugën tënde dhe ruaj ata nga dënimi i xhehenamit. Pastaj thonë: Rabbana wadkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. O Zot, përveç që luten, me kërkojnë falje, tash bojnë edhe dua, o Allah futi në xhenetet e adnit të cilët ju ki premtuar atyre besimtarëve të cilët janë punë mirë dhe janë të devotshëm, po ashtu baballarëve të tyre dhe bashortëve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Dhe thot Allahu i lartësuar duke e përmend lutjen e melajkeve, thot: "Waqihim sayyiati wa man taqi sayyiati yawma idhin faqad rahimta wa dhalika huwa al-fawz al-azim." Gjithë këtë lutje Allahu i lartësuar përmend si lutje të melajkeve që luten tek Allahu për robërit besimtar. Mbrojë ata nga të këqijat
nga se ata që i mbronti nga të qia dhe i kemi shëru, me të vërtet këta kanë arrit fitore madhështore. Po ashtu, me lajket kanë rol tjetër që e nxisin besimtarin në veprat e mira, dhe në veçanti në luftën në rrugën të Allahut. Po ashtu ka besimtar, ka me lajket të cilët Allah i lartësuar i ka caktu, të cilët ndrohen në sabah dhe në ikindi. Këta besimtar, Allah i lartësuar që ka ardhur në hadith, ku i përmend se si i la robërit e mi, ndërkohë që Allah i lartësuar është më i ditur për gjendjen e robërve, këta me lajket të cilët ndrohen në ikindi, thojnë i lam duke u fal dhe në sabah i gjetëm duke u fal. Pra me lajket që ndrohen, me lajket e ditës dhe të natës, i kanë këto dy orare të cilat ndrohen, andaj edhe besimtari duhet jetë ta çojë ndërmend kur shkon në namaz të sabahit edhe në namaz të ikindis, të mundohet të marr pjesë në namaz me xhamat për shkak që mi marr këtë dëshminë e me lajkeve. Po ashtu Allah i lartësuar ka përmend që i ka përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë se Allah i lartësuar i ka disa me lajke yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dhikr. Për haditheve më madhështore në lidhje me vlerën e tubimeve të dhikrit dhe në lidhje me tubimet e dijes. Allah i lartësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rolin e këtyre me lajkeve është dhe thotë kështu: Allah i lartësuar i ka disa me lajke të cilët yaltamisuna ahla dhikr. Kërkojnë për ata të cilët e përmendin Allahun, kërkojnë për ato tubimet e dhikrit. Fa idha wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadu. Kur e gjejnë një tubim të dhikrit, e thirrin njëri tjetrin. Halummu ila hajatikum. E ani se e gjetët ato çfarë jeni ka kërkoni. Fayuhaffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya. Dhe i rrethojnë me krahët e tyre deri në qiellin e dunjas. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Dhe Zoti i tyre, Zoti i pyet me lajket, se çfarë po thojnë robërit e mi? Ndërkohë që Allah i lartësuar është më i ditur për gjendjen e tyre. Dhe me lajket përgjigjen. Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhammidunak. Po të bojnë tasbih, po të madhrojnë dhe po të falenderojnë. Dhe Allah i lartësuar i pyet: "Hel rauni, am kanë pa?" Me lajket thojnë: "Jo Zot, nuk kanë pa." Allah i lartësuar i thotë: "E qysh kish me qenë gjendja atyre sikur vetëm të më shihnin?" Me lajket përgjigjen dhe thojnë: "Do të ishin edhe më shumë përpikt dhe më shumë përkushtuar në tasbih, në tekbir dhe tahmid, dhe edhe më shumë kishin me të falendëru, edhe më shumë kishin me të lartësu, edhe më shumë kishin me të madhru, edhe më shumë kishin me të lavdëru." Allah i lartësuar i pyet: "E çka po kërkojnë?" Me lajket përgjigjen: "Po kërkojnë xhenetin." A e kanë pa xhenetin? Thojnë: "Jo Zot, se kanë pa xhenetin." E si do të vepronin sikur të vetëm ta shehnin xhenetin? Dhe Allahu me lajket i përgjigjen Zotit, do të ishin edhe më shumë ngulmues dhe më shumë insistues në kërkimin e xhenetit. Dhe Allahu i lartësuar i pyet me lajket: "Nga çka po kërkojnë mbrojtje?" Po kërkojnë mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Allah i pyet: "A e kanë pas zjarrin e xhenemit?" Me lajket përgjigjen thonë: "Jo Zot." E si do të ishte gjendja atyre sikur vetëm ta shehnin zjarrin e xhenemit? Me lajket përgjigjen: "Do të ishin edhe më shumë këmbgulës dhe më shumë të kujdesshëm në kërkimin e mbrojtjes prej zjarrit të xhenemit." Atëherë kjo myrdhje e madhe e Zotit, të cilët ja u jep me lajkeve, lutim Allahun e lartësuar të na përfshijë dhe neve, atëherë i thot me lajkeve: "Fa ash dëshmoni, jeni dëshmitar se ja u kom fal atyre gjunahet." E në atë rast, me lajket thojnë: "Po me ta është një person që nuk ka ardhur me këtë qëllim." Atëherë Allah i lartësuar i thot: "Fa innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Janë këta njerëz që kush rrin me ta nuk del humbës, nuk del fatzi, nuk del humbës kush rrin me ta. Edhe nëse nuk u ardh për atë arsye me përmendjen e Allahut apo tubimin e Allahut të lartësuar, lutim Allahun të na bëj prej këtyre besimtarëve që përmendin Allahun dhe e marrin këtë myrdhje të madhe prej Allahut të lartësuar në faljen e gjunaheve. Po ashtu Allah i lartësuar me lajket i ka vendosur sikur rujtës të veprave të besimtarëve dhe shënues të veprave të besimtarëve. Për ajeteve ku Allah i lartësuar e përmend këtë çështje, thot Allahu: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk ndodhet që njeriu ta thotë një fjalë, të shprehet me diçka, vetëm se ka një mbikëqyrës, një rujtës të rrept, të ashpër, të kujdesshëm. "Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin." Dhe ju keni rujtës, kujdestar, kiraman katibin, janë fisnik dhe të cilët shënojnë çdo gjë. Ya'lamuna ma taf'alun, të cilët dinë çdo gjë çfarë ju veproni. Këto janë disa prej
prej urdhrave apo prej detyrave të melekëve, ndërsa për numrin e melekëve, për të cilën do të vazhdojmë të flasim edhe për emrat e tyre, do të flasim në ligjratën e ardhshme inshallah. Allahu i lartësuar e din numrin e saktë të tyre. Numër i jashtëzakonisht i madh. Mjafton vetëm si informat, mi ditë se sa është numri i madh, që Allahu i lartësuar e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që në Beitul Ma'mur hijnë çdo ditë nga 70.000 melekë dhe nuk dalin asnjëherë. Domthonë, aq numri i madh është saqë nuk mundet mi marrë me madh. Para mëno vetëm gjatë javës sa kanë hi. Edhe në hadithin e Isra dhe Mirajit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit, e ka pa kur taku me Ibrahimin alayhis salam, është taku dhe Ibrahimi alayhis salam ka qenë i mbështetur në Beitul Ma'mur. Beitul Ma'mur çka është? Është lloj Qabës, që i korrespondon Qabës së tokës, ajo është për banorët e qiellit, për melekët. Pra është mbi qiell, dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa të mbështetur për të Ibrahimin alayhis salam. Dhe përmend Ibn Kathiri një dobi, thotë Ibrahimi alayhis salam e ka ndërtu Qabën në tokë, dhe shpërblimi është në bazë të kësaj të veprës, dhe Allah i lartësuar e ka ndëruar me qenë afër Beitul Ma'murit. Beitul Ma'murit, jo Qabës apo shtëpisë së shajt në qiell. Dhe në shtëpi të shajt, në Qabën, në Beitul Ma'mur, hijnë çdo ditë nga 70.000 melekë çdo ditë. Ky është një numër i cili është jashtëzakonisht i madh. Pra mëno veç gjatë kësaj jave sa kanë hi, sa do të vazhdojnë me hi dhe nuk dalin prej saj asnjëherë. Dhe vazhdojnë me adhuru Allahun e lartësuar, lutim Allahun e madhruar të na shtoj dije të dobishme dhe të na bëj dobi nga kjo çfarë dëgjuam. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.